Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për ngjarjen e rëndë të ndodhur para pak ditësh në Itali, ku ju mor jeta një 22 vjeçare shqiptare nga një Filipinas, ish i dashuri i saj. Një ngjarje që ka tronditur jo vetëm shqiptarët, por edhe gjithë Italinë. Ndërkohë, autori është vendosur para drejtësisë, ndërsa akuzohet si e përfshirë në krim edhe ama e tij. Për të folur më shumë për këtë ngjarje të rëndë, ne kemi të ftuar avokatin Adrian Hila nga Italia, me të cilin do të diskutojmë konkretisht për këtë ngjarje. Adrian, përshëndetje. Përshëndetje, Mirdita. Adrian, cili është reagimi i opinionit publik italian ndaj kësaj ngjarje që ka shokuar jo vetëm shqiptarët, por edhe italianët, duhet të thënë? Normalisht, siç e thatë dhe ju, kjo ngjarje është shumë tragjike, sepse duhet të theksoj faktin përveç vrasjes së Ilaria Sulës, para pak ditësh më parë ndodhi një vrasje një tjetër goce të re, dhe siç duket është një problem i cili po bëhet për fat keq sa më i shprehur në Itali. Për sa i përket opinionit publik, normalisht që është shokuese, sepse Ilaria, mos harrojmë faktin që ishte vetëm 22 vjeç, 23 vjeç, kështu që ishte në kulmin e jetës së saj, dhe i është marrë jeta nga i dashuri Marks. Ish i dashuri, sepse flitet që marrëdhënia e tyre ka mbaruar. Aktualisht ai është në paraburgim dhe gjykatësi ka, si të themi, ka konfirmuar arrest me paraburgim dhe ka marrë në pyetje. Gjatë pyetësorit është përgjigjur dhe ka pranuar fajin se e ka vrarë ai, dhe ka lënë disa dyshime, sepse janë disa problematika të cilët ai ka treguar, por nuk korrespondojnë me të vërtet, nuk gjenden me hetimet të cilat janë akoma në vazhdim. Për vetë faktin sepse ai fillimisht ka deklaruar se ka qenë vetëm, dhe prindërit nuk kanë qenë bashkëpunëtor, por mos harrojmë faktin se vetëm para disa ditësh EMA është marrë në pyetje për 4 orë përpara gjykatësve, ka pranuar që e ka ndihmuar djalin e saj në, si të themi, pastrimin e gjakut, dhe aktualisht EMA është hetuar në bashkëpunim për fshehje kufome. Normalisht është mirë që ta theksojmë, hetimet janë akoma në vazhdim, policia gjyqësore dhe prokuroria janë akoma në zbardhje të shumë pikave që aktualisht nuk kemi mundësi të themi se si ka vajtur eksaktësisht ngjarja, sepse versioni që ka dhënë pikërisht Marku ose vrasësi, të themi, sepse ka pranuar, kështu mund të themi pikërisht që e ka vrarë ai, versioni që ka dhënë ai ka shumë pikë të errta që duhet akoma të zbardhen, dhe drejt kësaj po punojnë prokuroria dhe policia gjyqësore. Cilat janë ato pikat e errta, nëse mund t'i përmendim deri diku, nisur nga dyshimet e para? Atëherë, nga dyshimet e para, pika e para e errët është fakti që si ka mundësi, duke nisur nga fillimi, që të fillojmë në momentin që janë kontaktuar, Mark ka pranuar që vrasja është bërë në një datë 26 të mëngjesit. Lindi dyshimet e prokurorisë dhe policisë gjyqësore se ngjarja mund të ketë ndodhur në orët e vona të datës 25, sepse celulari i Ilarias nuk lëvizte një lloj me qelizat telefonike, si të themi, nuk lëvizin linja telefonike, telefoni i Ilarias nuk kapte dhe nuk lëvizte në të njëjtën mënyrë se si lëvizte telefoni i Markut. Kjo i ka bërë të mendojnë që vrasja ka ndodhur akoma përpara, dhe ai ka treguar vetëm këtë që ka ndodhur në datë 26 mbase për të mbuluar prindrit. Kjo nuk i dihet. Kjo është dyshimi i parë. Dyshimi i dytë, që janë pika që nuk kanë akoma arritur të zbardhin, është fakti se makina ai ka pohuar që ka vrarë të nesme në datë 26 me thik
me thik dhe e ka futur në një thes, e ka mbyllur në një valixhe dhe e ka transportuar në makinë. Por makina e cila është sekuestruar, çuditërisht nuk ka shenja gjaku. Atëherë, si është e mundur që një ngjarje e tillë me një trup që presuponohet të ketë nga vrasja mund të ketë humbur shumë gjak, si ka mundësi mos njollojse edhe makina. Një aspekt tjetër është ka pohuar se është bërë me thik, po akoma thika nuk është gjetur, në mos gaboj. Këto janë dy aspektet. Për sa i përket pjesën tjetër të ngjarjes, ose më fakt që evidencoi dhe prokuror dhe gjykatësi i hetimet paraprake që konfirmoi, i cili këto ditë po dalin motivimet e vendimit, ka thënë që ka bërë një akt brutal dhe mënyra se si ka bërë është i pandjeshëm dhe është me një kapacitet kriminal shumë të lartë. Për vetë faktin, jo vetëm se ka goditur me violencë Ilarian, por edhe mënyra se si është sjellë më mrapa, që momentin që Ilaria kërkoi, ka shkruar në telefonin e saj që jam çdo gjë mirë, mos u shqetësoni, në momentin që e kishte humbur dhe ishte paniku se nuk po gjendeshi. E më pas pikërisht nga këto ditë ka rezultuar se ai ka kontaktuar dhe të shoqin e shtëpisë së Ilarias dhe ka vajtur, ka ngrënë një panine me të. Dhe është i treguar i shqetësuar, sikur nuk dinte gjë. Këto aspekte, prokuroria, në fjalë, po arrin t'i zbardhë o do mundohet t'i zbardhë për vetë faktin sepse dyshohet që vrasja ka ndodhur orë përpara e jo në datë 26 të mëngjesit. Sa i përket dinamikës së ngjarjes dhe asaj që është raportuar në media, flitet se Ilaria ka vajtur tek shtëpia e ishte dashurit të saj Filipinas për t'i dërguar rrobat e tij që ai kishte lënë tek banesa e saj ku jetonte me shoqet. Dhe ndërkohë thuhet se vrasja është kryer në mëngjes teksa ishi dashuri Filipinas e ka gjetur atë në dhomë duke folur me një djalë tjetër, sipas vetë dëshmisë së tij, dhe më pas ai ka ndërmarr aktin e rënd duke i marrë jetën. Në këtë rast, me çfarë kategorie vrasësi kemi të bëjmë? Ka qenë një ngjarje në gjak nxehtësie sipër pasi ai ka kuptuar se Ilaria po fliste me dikë tjetër, apo kemi të bëjmë me një akt që e ka mirë menduar dhe ka planifikuar me kohë? Nuk përjashtohet fakti që ai dhe mund ta ketë paramenduar me kohë, sepse pak orë përpara se të ndodhte ngjarja, ai rezultoi nga informacionet që kemi ne, ka vajtur në shtëpinë e Ilarias, ka bërë foto të kompjuterit të saj, kompjuteri i cili është në sekuestrim dhe po arrin të kuptoj nëse ka diçka në lidhje me vrasjen vetë. Kështu që nuk përjashtohet që të jetë dhe me paramendim dhe të mos ketë ndodhur në gjaktësi ose fakti i zhgënjimit dhe xhelozisë. Për mendimin tim nuk është i mjaftueshëm si veprim, por gjithsesi në momentin që jemi akoma në hetim i sipër, nuk përjashtohet njëra ose tjetra. Du të marrim parasysh se në këto raste dhe Filipo Tureta, që është një tjetër që ka vrarë një ishte dashur në Itali, ka marrë gunim të përjetshëm. Vetëm këto ditë ka dalë vendimi i motivuar, por ka marrë bugim të përjetshëm. Ai ndodhet pikërisht në Verona. Duhet të shtojmë për vetë faktin sepse është një problem aktual i Italisë, dhe të cilën vetë Këshilli i Ministrave në mars të 2024 ka propozuar një projekt ligj të fusë një ligj të ri 577 bis i kodit penal që të parashikoj feminicidion si krim në vete përveç normave që do të theksem ekzistojnë. Kjo normë është akoma në dhomat e parlamentit, siç e dini, i parlamentit italian ka 2 dhoma, senatin dhe kuvendin, dhe do të akoma të kaloj në komision përkatëse dhe në aprovim
dhe derisa të provohet njëjti tekst të dyja nuk bëhet ligj. Normalisht kjo nuk aplikohet në rastit konkret, sepse ka ndodhur përpara, po për të thënë faktin që në Itali është një çështje që për fat keq po bëhet gjithmonë me problematike dhe nga kjo pikpamje qeveria po mundohet të vërë një frame duke ashpërsuar dhe duke futur një normë specifike për feminicidin. Çfarë ka dashur të arrijë autori teksa sipas raportimeve të mediave italiane bëhet e ditur se e ka ndryshuar edhe dëshmin duke i shtuar asaj disa elemente të tjerë duke thënë që në momentin që ai kishte hyrë në dhomë e kishte gjetur Ilarian duke folur me një djalë tjetër dhe sa ajo i kishte kthyer unazën e fejesës. Si mendoni me çfarë ka dashur të arrijë autori në këtë rast përmes ndryshimit të dëshmisë? Ndryshimi i dëshmisë është pikërisht mund të jetë si këshill e avokatit vet ose secili të tentojë të mbrojtë duke mbajtur parasysh të faktin që pranimi i fajit në Itali mund të jetë dhe jo vetëm sepse ka prova, një mal prova, si mund të themi shqip, që e vërtetojnë faktin që ka vrarë ai, por edhe për faktin që ai e ka pranuar fajin sepse mundohet dhe me strategji, normalisht avokatët tim mund të këshilloj këshilla ligjore më të mira, mundohet që të marrë, siç e thonë në Itali, ulje të dënimit deri në tretën për faktin që ke pranuar fajin dhe kjo gjitha. Ndryshimi i versionit të atija është pikërisht fakti që për të evituar për mendimin tim burgimin të përjetshëm dhe që është e vështirë të evitosh në këtë rast. Për të thënë që nuk ka qenë vrasje me paramendim, por të mos harrojmë sepse ka qenë një varësim etik, okay? Kështu që ndryshimi i versionit nuk është gjë tjetër, është vetëm një tentativë për të evituar burgim të përjetshëm dhe mos harrojmë që ka ndryshuar version dhe për sa i përket rolit të prindërve, sepse ka thënë që prindrit më përpara nuk ishin e ka bërë çdo gjë vetë. Dhe lind dyshimi si mundet që një person të bëjë gjithçka vetë dhe prindrit nëse ishin aty dhe nuk kanë dëgjuar gjë, sepse versioni i nënës së tij është pyetur për 4 orë, ka thënë që isha aty nuk dëgjova gjë, nuk dëgjova zhurmë, vetëm kur hyra në dhomë e pash që i kishte vrarë dhe ndihmova të fshihte prova. Dhe kjo, për mendimin tim, është jo e besueshme, duke thënë, sepse gjithaj krimi i madh diçka duhet të ketë dëgjuar. Ndërsa nuk është akoma i qartë cili është roli i teatrit, nëse ka qenë aty, nuk ka qenë aty. Prandaj thash, situata tani është akoma në hetim e sipër, shumë gjëra mund të ndryshojnë, mund të rrjedhojnë në një kuptim ose në kuptimin tjetër, kështu që është e vështirë që të flasim se sa do jetë dënimi i atij që duhet të marrë në rastin konkret. Por rrethanat të cilën ndodhemi deri tani, për mendimin tim ka një mal prova që mund të marrë një vendim që një dënim të përjetshëm. Si e komentoni faktin që në këtë krim ka qenë e përfshirë edhe ëma, pra e ka ndihmuar në pastrimin e dhomës nga akti që kishte kryer? Ju si njerëz të ligjit, sa shpesh i gjeni, po themi, raste të tilla ku prindërit e ëma ose babai bëhen bashkëpunëtor në krime të tilla? Për fat të keq ndodh, me fjalë, siç ishte në fillim që ai ka mohuar nëna, por nëna duke qenë fakti që dhe për nënën në momentin e parë ka mohuar që ka ndihmuar djalin, djali ka pranuar fajin dhe ka thënë e kam bërë vetë, pa ndihmën e prindërve dhe prindërit nuk ishin aty, por hetuesit kanë kapur qeliza telefonike, si i thonë në shqip, e cila qeliza telefoni e ëmës kapte në ato orë dhe në ato vend ishte në shtëpi, nga që nuk mund ta mohonte dot, ka pranuar faktin ëma që e ka bërë atë, por e ka bërë, nuk ka asistuar në vrasje, por ka asistuar vetëm në fshehjen e gjakut dhe të kufomës. Aktualisht flitet se janë dhe 2 bashkëpunëtorë tjerë, janë disa informacione që akoma po hetohen. Nisur nga ajo që mund të arsyetohet ligjërisht, me sa vite burgim rrezikon që të dënohet Filipinasi?
Duke pasur parasysh sistemin italian që thotë që për një vrasje dënohet që më pak se 21 vjet burg, besoj se nga 24 deri në 30 ose mendoj që janë hipoteza sepse duke qenë hetimet akoma në vazhdim, është e pamundur të japësh një hipotezë, por rrezikon 30 vjet mund të rrezikojë edhe burgrim të përjetshëm. Mund të rrezikojë nga 24 deri në 30 vjet, por nëse arrin të vërtetohet që ka qenë me paramendim, kjo mund të arrijë dhe me një burgim të përjetshëm ose në rrethana rënduese të tjera. Adrian, sa raste të tjera ka të tilla ngjarje të rëndë sa i përket shqiptarëve në Itali ku po përmendim rastin e vrasjeve, qofshin ato ndaj grave apo edhe ndaj burrave? Atëre, raste në Itali brenda vitit 2025 besoj se në mos gaboj deri tani janë 10 vrasje di feminicidjo, kështu që është një problem që është shumë për fat keq që po shpërhapet. Pastaj vrasje të tilla ka që mund këtë vrarë dhe ish i fejuari mund vret të dashurin e të ishte fejuar po në këto momente flitet shumë për feminicidin, dhe është një temë shumë e ndjerë në Itali aktualisht. Adrian, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Ju falenderit për ftesën dhe mirë dëgjosh. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.